formati, pra kjo është një mbledhje dëgjesë e Komisionit të Reformës në një format të tillë që na lejon që të jemi në maksimumin e inkluzivitetit dhe thithjes së qëndrimeve të ndryshme të cilët do i shërbejnë Komisionit të Reformës zgjedhore më tutje, kur në sesion pune të komisionit të jetë më konkret më pas në vendimarrje që do marrë. I lejon gjithashtu dhe ekspertët e komisionit që të marrin inputin e nevojshëm, shtesë apo edhe nëse është e mundur edhe atë që do të vijë nga përfaqësues dhe ekspertizë ndërkombëtare për të ecur përpara. Çështja që kemi sot në diskutim është një çështje me rëndësi të jashtëzakonshme. Është një çështje që dikur rreth 25 vite më parë Komisioni i Reformës Zgjedhore i asaj kohe kishte si temë dhe në atë kohë ishte OSBE-ja që kishte çështjen si çështje rekomandimesh, por sot nuk është vetëm OSBE, është gjithashtu një çështje qendrore e atë procesit që Shqipëria ka në integrimin në Bashkimin Evropian. Jo më kot është tashmë edhe pjesë e interim benchmarks. Ajo që është e rëndësishme është që këto janë rregulla të cilët në të shkuarën kanë qenë gjithmonë të bashkëndara, ndryshimet janë bërë në mënyrë të përbashkët dhe e rëndësishme është që qëndrojmë në të njëjtin shtrat. Ajo që unë duhet të theksoj, pa hyrë në detaje, është thënë në shumë tryeza, ajo që duhet të theksoj është që funksionimi i partive politike është po aq një çështje thelbësore kushtetuese, sa dhe transparenca e financimit të tyre. Në kushtetuar në mënyrë të shprehur kërkohet nga partitë politike që të publikojnë financat e tyre. Por po kaq partitë politike janë organizma në nivel kushtetues të cilët kanë rol themelor në formimin e pluralizmit dhe demokracisë parlamentare në Shqipëri. Kështu që është vërtet, është e rëndësishme gjatë gjithë këtyre viteve është vënë theks shumë i madh, shumë i fortë tek transparenca. Dhe kjo është absolutisht jo vetëm një kërkesë kushtetuese, është kërkesa e Bashkimit Evropian. Unë besoj ndajmë të gjithë një mendim, transparenca është një element të rëndësishëm që partitë politike funksionojnë në mënyrë demokratike dhe duke shmangur korrupsion. Duke shmangur jo vetëm korrupsionin, po dhe influencat kriminale apo influencat e faktorëve të tretë të huaj të cilët kanë synim të ndërhyjnë në sistemin demokratik shqiptar. Pra duhet të jemi të kujdesshëm që të krijojmë një barrierë dhe të mbajmë të shëndetshëm pluralizmin politik dhe partitë politike. Por transparenca nuk mund të funksionojë pa patur ujë në burim. Pra duhet patjetër që financimi i partive politike të jetë i shëndetshëm jo vetëm në aspektin e pastërtisë, po dhe në aspektin e sasisë së financimit që partitë politike marrin për të qenë imune nga nevojat për të ekspozuar përtej asaj që kërkon ligji dhe interesi publik. Pra së pari ne duhet kujdesemi që financimi të jetë i mjaftueshëm dhe i shëndosh, që partitë politike të kenë mundësinë që të funksionojnë në mënyrë demokratike brenda tyre dhe në sistemin parlamentar. Pra duhet bëjmë një balancë shumë kujdesshme midis transparencës dhe pluralizmit dhe demokracisë në parlament. Në parlament dhe jashtë duhet që ky ligj të parashikojë, pra duhet parashikojë një sistem limfatik për sistemin politik shqiptar, i cili është i tillë që i bën ato të funksionojnë në mënyrë normale, demokratike, po më pas të jetë transparente. Por ajo që ne do përpiqemi, duke filluar nga sot në punën e ekspertëve dhe në konkluzionet që do vinë më tutje, është që ky ligj të jetë sa më gjithëpërfshirës për interesat e partive, po dhe të publikut. Po jo vetëm për partitë kryesore, po dhe për partitë e vogla apo partitë e reja, jo vetëm për partitë parlamentare dhe ato që janë jashtë parlamentit. Sigurisht që kjo është një arkitekturë e vetëm një pjese, ne duhet që i gjithë sistemi i partive politike duhet të jetë i tillë që garanton sa më lart. Vitet e fundit kanë treguar, kanë dhënë prova që ligji është abuzuar për të cënuar pluralizmin politik, por kjo nuk është tema e sotme. Tema e sotme është pikërisht se si ne të ndërtojmë një sistem financimi dhe transparence të financimit, i cili prodhon pluralizëm dhe jo një regjim financiar i cili
do të ekspozonte partitë politike, kryesisht ato të opozitës, kërshi instrumentave kontrollues dhe represiv të një shteti të kapur, të kontrolluar, apo një shteti i cili ka hyrë dhe ka pushtuar zgjedhjet. Problemet janë shkruar në raport në Odirit dhe ato probleme nuk duhet transpozohen nëpërmjet këtij ligji tek sistemi partive politike. Unë nuk përzjatem më tej, kemi një numër panelistësh dhe personësh të cilët jam i sigurt do të kenë interes për të ndërhyrë për të folur në lidhje me këtë çështje, kështu që vazhdojmë më tutje me agjendën. Ju falenderoj. Faleminderit zotit Blybashi, sipas programit. Fjalën për përshëndetje dhe mesazhet e tij do t'i japi kreu i prezencës së SBE-s, zoti Tarani. Të nderuar bashkëkryetarët dhe anëtarët të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, i nderuar komisioneri, dear colleague ambassador of the European Union, dear head of the Office of the Council of Europe, të nderuar pjesëmarrës. Është kënaqësi për mua dhe për prezencën e OSBE-s në Shqipëri të mbështesim këtë kryezë konsultimi të Komisionit të Posaçëm Parlamentar për Reformën Zgjedhore, e cila ka si qëllim avancimin e një kuadri të ri ligjor për financimin e partive politike. Shqipëria ndodhet në një moment të vendimtar për forcimin e integritetit dhe besueshmërisë së kuadrit të saj zgjedhor. Rifillimi i punës së Komisionit është një sinjal pozitiv. Tashmë, thelbësore është të sigurohet përparim i prekshëm në përputhje me kalendarin e dakordësuar. Financimi i partive politike përbën një komponent kyç për funksionimin e shëndetshëm të partive politike, për konkurrencën e ndershme dhe të përgjithshme politike, si dhe për forcimin e besimit të publikut në institucionet demokratike. Ministri son të jashtme. Në qenë se ekspertët e Komisionit dhe të gjithë ju si pjesëmarrës do të shkëmbeni mendimin mbi projektligjin e nevojshëm, më lejoni të theksoj se një kuadër ligjor i përmirësuar dhe diskutimet e rreth tij duhet të udhëhiqen nga disa parime themelore. 1. Transparenca. Deklarimi i plot i të ardhurave dhe shpenzimeve të partive politike në përputhje me Kushtetutën. 2. Barazia. Zbatimi i barabartë i rregullave për të gjitha partitë politike. 3. Zbatimi. Institucionet mbi këqyrëse dhe duhet të kenë jo vetëm një mandat të qartë, por edhe burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për të ushtruar siç duhet auditimin dhe kontrollin. 4. Sanksionet. Vendosja e sanksioneve proporcionale dhe efektive për të parandaluar përfitimet e paligjshme dhe për të dekurajuar mosrespektimin e ligjit. Këto parime janë të lidhura ngushtë me gjetjet dhe rekomendimet e raporteve të viteve të fundit të OSBE Odirit për financimin e fushatave zgjedhore, çka përbën një tjetër element të rëndësishëm të financimit të partive politike, pavarësisht nëse do të rregullohet përmes një ligji të veçantë apo do të vijohet të jetë pjesë e kapitullit përkatës në kodin zgjedhor ekzistues. Thelbësore është se kuadri i financimit të partive politike do të mbetej i paplot pa adresuar gjithashtu rekomendimet që lidhen me financimin e fushatave zgjedhore. Kjo më çon në një tjetër element i rëndësishëm që dëshiroj të theksoj. Raporti i OSBE-s Odirit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, si dhe raportet e mëparshme, evidentojnë një sër fushash ku rekomendohet rishikimi i kuadrit aktual ligjor. Në masën që këto rekomendime lidhen me punën e komisionit tuaj,
Ky I fundit ka vërtet një rol kyç në ndërmarrjen e një reforme zgjedhore që adreson plotësisht këto rekomandime të akumuluara. Në këtë kuadër, prezenca e OSBE-s rithekson angazhimin e saj për të mbështetur punën e komisionit tuaj përmes ekspertizës teknike dhe ofrimit të praktikave më të mira nga shtetet pjesëmarrës të OSBE-s në fushën e reformës zgjedhore. Gjithashtu jemi të gatshëm të mbështesim komisionin në lehtësimin e dialogut ndërmjet palëve të interesuara, pasi dialogu efektiv ndërpartijak dhe bashkëpunim ndërinstitucional janë thelbësor për përmbyljen e një procesi reformues që rrit besimin e qytetarëve në procesin zgjedhor dhe shton pjesëmarrjen e votuesve në zgjedhje. Duke qenë se zgjedhjet vendore janë planifikuar për pranverën e vitit 2027, koha është vendimtare. Reforma efektive ka nevojë jo vetëm për përmbajtje cilësore, por edhe të miratohet në kohën e duhur për të siguruar zbatimin kuptim plot të saj. Konsultimi I sotëm dëshmon vlerën e dialogut gjithëpërfshirës. Përfshirja e aktorëve politike, shoqërisë civile, ekspertëve dhe partnerëve ndërkombëtar forcon si legitimitetin ashtu edhe qëndrueshmërinë e rezultateve të reformës. Ju uroj sukses në punën tuaj dhe pres me kënaqësi të vijojmë bashkëpunimin tonë. Faleminderit. Faleminderit ambasador Terran. Kam kënaqësinë t'ia kaloj fjalën ambasadorit të Bashkimit Delegacionit Bashkimit Evropian, Zorit Gonzato.